Deputet që t'i zini vendet tuaja, edhe ministrat të kabinetit. Në ndërkohë para se të njësë zyrtarisht seancën, i ftoj grupet parlamentare që nuk janë të pranishme në këtë seancë që të vinë dhe të jenë në përputhje me obligimet e tyre kushtetuese. Sipas informacioneve që ne I kemi, ata janë në përzyre të tyre, prandaj I ftoj që të lëshohen poshtë dhe që të vinë në seancë plenare. Në ndërkohë unë po filloj seancën jashtëzakonshme dhe në ndërkohë presim që deputetët që nuk janë të pranishëm në këtë seancë të na bashkohen. Të nderuar deputetë të Kuvendit të Republikës së Kosovës, I nderuar kryeministër Kurti dhe kabinet qeveritar, të nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës, media që po e përcjellni këtë seancë jashtëzakonshme. I hap punimet e seancës jashtëzakonshme plenare të Kuvendit të Republikës së Kosovës të thirrur me kërkesën e 41 deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Filloj me pikën e vetme të rendit ditës, pra për këtë seancë, që është zgjedhja e presidentit të Republikës së Kosovës. Të nderuar deputet, ju njoftoj se kandidatët e mëparshëm, pra të nominuar për president Republikës zoti Konjufsa dhe zonja Mulhaxha Kolçaku, janë tërhequr nga kandidatura për president. Tërheqjet I kanë pranuar edhe zyrtarisht të protokolluara përveç deklarimeve në seancën e kaluar. Prandaj në mbështetje të nenit 86 Kushtetutës Republikës Kosovës janë nominuar 2 kandidate për presidente, zonja Feride Rushiti dhe zonja Hatixhe Hoxha. Ftoj përfaqësuesit e propozuesve që para deputetëve të Kuvendit të paraqesin arsyetimin për kandidatet e nominuara. Zonja Lagofci. Nderuar kryetare e Kuvendit të Republikës së Kosovës, ushtruese e detyrës së presidente zonja Albulena Axheu, nderuar kryeministri I Republikës së Kosovës zoti Albin Kurti, të nderuar anëtar të kabinetit qeveritar, të nderuar deputet, media të dashur shtetar. Me lejoni që para jush të lexoj biografinë e doktoresh Feride Rushiti, drejtore ekzekutive Qendrës Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës si kandidate për presidente të Republikës së Kosovës. Doktoresh Feride Rushiti lindi në Gjilan në vitin 1970, ku përfundoi arsimin fillor dhe të mesëm. Studimet universitare I ndoqi në Universitetin e Tiranës, ku në vitin 1997 diplomoi në Fakultetin e Mjekësisë. Më pas u specializua në fushën e gastroenterologjisë dhe aktualisht jeton dhe vepron në Prishtinë. Ajo konsiderohet ndër zërat e hershëm të aktivizmit për të drejtat e njeriut në Kosovë. Në vitet 90, gjatë studimeve në Shqipëri, përkushtimi I saj ndaj grupeve të cënueshme mori formë konkrete. Me fillimin e luftës në Kosovë, ajo u angazhua në ofrimin e ndihmës shëndetësore dhe psikosociale për refugjatët kosovar të shtohuar në Shqipëri, ku mori përgjegjësi koordinuese në programet emergjente të mbështetjes. Kthimi në Kosovë pas luftës shënon fillimin e një etape të re në veprimtarinë e saj. Në tetor të vitit 1999, themeloi Qendrën Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës. Organizata kjo e parë në Kosovë e specializuar në rehabilitimin e viktimave të torturës, traumës së luftës dhe dhunës sistematike. Në udhëheqjen e saj, KRCT u zhvillua në një institucion të rëndësishëm për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe ofrimin e shërbimeve multidisiplinare për mira përfitues. Një pjesë qendrore e angazhimit të doktoreshës Rushitit ka qenë mbështetja për të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë.
Për vite më radh, ajo udhëhoqi përpjekjet për njohjen ligjore të statusit të tyre, përfshirjen në skemat e reparacionit dhe çastjen në drejtësi. Si pjesë e proceseve shtetërore dhe shoqërore, ajo luajti një rol të rëndësishëm në funksionalizimin e mekanizmave institucional për këtë kategori dhe në zbatimin praktik të legjislacionit përkatës. Përmes punës së drejt për drejt me të mbijetuarit dhe fushatave publike si Dëgjoj zërin tim dhe Bëhu zërim, ajo kontriboi në thyerjen e heshtjes, luftimin e stigmës dhe ndryshimin e perceptimit shoqëror ndaj viktimave të dhunës seksuale. Paralelisht, udhëhoqi programe të fuqizimit ekonomik dhe reintegrimit social me qëllim rikthimin e dinjitetit dhe pavarësisë së tyre. Nga viti 2007 e tutje, Dr. Rushiti ka dhënë kontribut të veçantë edhe në parandalimin e torturës dhe mbrojtjen e të drejtave të personave të privuar nga liria. Në ndrejtimin e saj, Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës ka realizuar monitorime dhe raporte të rregullta mbi standardet e të drejtave të njerëzit në institucionet korrektuese, policore dhe të shëndetit mendor në Kosovë. Ajo ka kontribuar gjithashtu në avancimin e zbatimit të protokollit të konventës së OKB-s kundër torturës dhe në nismat për krijimin e mekanizmave kombëtar të parandalimit. Veprimtaria e saj është trirë edhe në nivel ndërkombëtar, ku ka përfaqësuar Kosovën dhe çështjen e viktimave të luftës në konferenca e forume në New York, Londër, Hague, Luksemburg dhe në vendet e rajonit, duke promovuar drejtësinë tranzicionale, të drejtat e njerëzit dhe reparacionet për viktimat. Për kontributin e saj të jashtëzakonshëm, doktoresh Feride Rushiti është nderuar me çmimin prestigjioz International Women of Courage Award nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Çmim ky që u jepet grave me leadership dhe guxim të veçantë në promovimin e paqes, drejtësisë dhe të barazisë. Në vitin 2025, ajo u nominua edhe për çmimin Nobel për Paqe, si vlerësim për dekada të tëra pune në mbrojtje të dinjitetit njerëzor, drejtësisë për viktimat dhe ndërtimit të paqes së qëndrueshme. Përtej arritjeve personale, në leadershipin e saj, KRCT-ja është shndruar në një shkollë profesionale dhe humane, ku janë formuar qindra profesionistë që kanë vazhduar të japin kontribut në institucionet publike, organizata vendore dhe nisma ndërkombëtare. Doktoresh Feride Rushiti mbetet një ndër figurat më të rëndësishme të shoqërisë civile në Kosovë dhe një simbol i përkushtimit të palëkundur për drejtësi, dinjitet dhe të drejta të njerëzit. Faleminderit. Faleminderit zonja Nagafci. Pra, sapo u propozua zonja Feride Rushiti dhe u arsyetua propozimi i saj, tani vazhdojmë me kandidatën e dytë, zonjën Hatixhe Hoxha. Zoti Luan Ali, urnoni. E nderuar kryetare Kuvendit, ushtuesi i detyrës presidentes zonja Albulena Axhiu, i nderuar kryeministër, të nderuar kabinet qeveritar, të nderuar media, të dashur qytetarë. Kam nderin që sot para jush ta paraqes të nominuarin e dytë për pozitin e presidentes e Republikës e Kosovës, zonjën Hatixhe Hoxha. Duke u bazuar në përvojën e gjatë profesionale dhe angazhimin e dëshmuar publik, propozojnë kandidimin e zonjës Hatixhe Hoxha për presidentet e Republikës së Kosovës. E lindur me 22 gusht 1961 në Shkup. Zonja Hoxha me profesion ligjëruese në Universitetin e Prishtinës dhe me përvojë si deputete Kuvendit të Kosovës në legjislaturën e vitit 2001-2004 dhe 2004-2007, nga viti 2013 deri në 2017 ka qenë angazhuar si këshilltare në Kuvendin Komunal të Prishtinës.
bashkëthemeluese shoqatës së autizmit, antare e Forumit Kosovar të Aftësisë së Kufizuar dhe tani kryesuese e këtij këshilli. Një figurë me integritet, përgjegjësi dhe përkushtim ndaj interesit publik. Kontributi i saj në periudhat kyçe të ndërtimit të institucioneve të vendit, si dhe angazhimi i vazhdueshëm në shërbim të qytetarëve, e bëjnë atë një kandidate të denjët në këtë detyrë dhe në këtë pozicion shtetëror. Besojmë se leadershipi i saj do të kontribuojë në forcimin e institucioneve demokratike, unitetin qytetar dhe përfaqësimin dinjitës të Republikës së Kosovës brenda dhe jashtë vendit. Ju falenderit. Faleminderit i nderuar deputet Aliu. Më lejoni që para se të kalojmë tek procedura tjera, t'i adresoj disa sqarime të rëndësishme. Sipas aktgjykimit të gjykatës kushtetuese në rastin numër KO 2911 lidhur me votimin në kuvend në pikën 85 thuhet: Gjykata vren se lidhur me numrin e votave që kërkohet për zgjedhjen e presidentit të Republikës Kosovës në 86.4 i kushtetutës siguron se presidenti i Republikës do zgjidhet me 2/3 e votave të gjithë deputetëve të kuvendit, pra 2/3 e 120 deputetëve, minus ata deputetë të cilët kanë marrë leje nga kryetari i kuvendit. Pra është aktgjykimi i gjykatës kushtetuese që e përmenda KO 2911. Unë nuk kam marrë asnjë njoftim për mungesën e deputetëve, edhe në këtë seancë, edhe tani, po i bëj thirrje grupeve parlamentare, përkatësisht deputetëve që nuk janë të pranishëm në këtë seancë, që të vinë, sepse kanë detyrim kushtetues që të jenë të pranishëm dhe të votojnë për, kundër apo abstenim. Gjykata po ashtu i referohet mandatit të deputetëve, i cili përcakton se deputetët e kuvendit janë përfaqësues të popullit, për më tepër lidhur me obligimin e tyre si deputet, neni 74 të kuvendit Kosovës do të ushtrojnë funksionin e tyre në interesin më të mirë të Republikës së Kosovës dhe sipas kushtetutës, ligjeve dhe rregullorës punës së kuvendit. Në këto rrethana, sipas aktgjykimit, thuhet që të gjithë 120 deputetët e kuvendit duhet të ndjehen të obliguar sipas kushtetutës, ligjit për deputet, rregullorës kuvendit dhe kodit të sjelljes që të marrin pjesë në seancat plenare të kuvendit dhe të përkrahin procedurat që parashihen aty, por mbi të gjitha një obligim vis-a-vis për njerëzit e Kosovës që i zgjodhen ata. Thuhet në aktgjykim, gjithashtu përmendet që zgjedhja e presidentit të Kosovës, i cili sipas nenit 83 është kreu i shtetit dhe përfaqëson unitetin e njerëzve të Republikës së Kosovës, është e një rëndësie kaq të madhe, thuhet në aktgjykim, saqë të gjithë deputetët si përfaqësues të popullit të Kosovës duhet ta konsiderojnë këtë si detyrë kushtetuese të tyre, përveç thot aktgjykimi, nëse ju lejohet nga kryetari i kuvendit të marrin pjesë në procedurën për zgjedhjen e presidentit siç përcaktohet në nenin 86. Pra nëse lejohet nga kryetari i kuvendit që ata të mungojnë. Pra nuk janë pretendimet mia, as fjalimet e mia, apo fjalit e mia, por janë aktgjykim i gjykatës kushtetuese. Me këtë rast, para se të kalojmë te Komisioni për Legjislacion, edhe një herë i bëj thirrje deputetëve të cilët nuk janë të pranishëm që të vinë në seancën ku po zhvillojmë procedurën për zgjedhjen e presidentit të Republikës së Kosovës. Të nderuar deputet, Komisioni për Legjislacion shqyrton se kandidatët e nominuar i plotësojnë kushtet e përcaktuara me kushtetutë dhe me ligjin për presidentin e Republikës së Kosovës dhe raportin ja paraqesin seancës plenare, pra bazuar në nenin 106 paragrafi 2 rregullorës së kuvendit. Prandaj kërkoj menjëherë që ky komision të mblidhet në sallën e 10 të kuvendit ja paraqes menjëherë raportin. Sapo ti sqarojnë nëse të dy kandidatët i plotësojnë kriteret. Ju lutem anëtarët e komisionit mblidhuni në Në ndërkohë, ju lutem që të mos largoheni nga seanca, po i thras deputetët të cilët po mungojnë veç e veç, minus deputetët që u liruan në Komisionin për Legjislacion. Adelina Thaqimeta nuk është e pranishme, ftoj që të jetë e pranishme në seancë. Adem Hoxha nuk është i pranishëm, e ftoj që të jetë i pranishëm në seancë. Afërdita Hajrizi nuk është e pranishme, ftoj që të jetë e pranishme në seancë.
Albana Bytyqi nuk është e pranishme, e ftoj që të jetë e pranishme në këtë seancë. Anton Quni nuk është i pranishëm, e ftoj që të jetë i pranishëm në këtë seancë. Arben Mustafa po ashtu nuk është i pranishëm, e ftoj që të vi në këtë seancë. Arnore Salihu e ftoj që të vi në këtë seancë. Arian Tahiri e ftoj që të vi në këtë seancë plenare. Ariana Musliu Shoshi nuk është e pranishme, e ftoj që të vi në këtë seancë. Armen Zemaj po ashtu e ftoj që të vi në këtë seancë sipas detyrimeve kushtetuese, pra që i lexova pak më herët. Artan Behrami po ashtu nuk është i pranishëm në këtë seancë. Abdullah Hoti nuk është i pranishëm në këtë seancë, e ftoj që të jetë i pranishëm, që të vi pra. Bedri Hamza po ashtu nuk është i pranishëm në këtë seancë, e ftoj që të jetë i pranishëm. Bek Berisha po ashtu nuk është i pranishëm, e ftoj që të na bashkohet në këtë seancë. Besa Kabashi Ramaj nuk është e pranishme në këtë seancë, e ftoj që të vi. Besian Mustafa po ashtu nuk është i pranishëm. Besnik Tahiri nuk është i pranishëm, e ftoj që të vi. Blerta Deliu Kodra nuk është e pranishme, e ftoj që të vi në këtë seancë. Daud Haradinaj nuk është i pranishëm, e ftoj që të vi në këtë seancë. Doar Sakica Xhelili nuk është e pranishme, e ftoj që të vi në këtë seancë. Duda Balje nuk është e pranishme, e ftoj që të vi në këtë seancë. Elmire Qica nuk është i pranishëm, e ftoj që të vi në këtë seancë. Eman Rahmani po ashtu nuk është i pranishëm, e ftoj që të vi në këtë seancë. Enver Hoxhaj nuk është i pranishëm, e ftoj që të vi në këtë seancë. Ermal Sadiku nuk është i pranishëm, e ftoj që të vi në këtë seancë. Fadil Haddërgjonaj nuk është i pranishëm, e ftoj që të vi në këtë seancë. Ferhat Shala nuk është i pranishëm, e ftoj që të vi në këtë seancë. Ganimete Musliu po ashtu nuk është e pranishme, e ftoj që të vi në këtë seancë. Haxhi Avdyli nuk është i pranishëm, e ftoj që të vi në këtë seancë. Hikmete Bajrami nuk është e pranishme, e ftoj që të vi në seancë. Igor Simic nuk është i pranishëm, e ftoj që të vi. Janina Ymeri nuk është e pranishme, e ftoj që të vi në seancë. Jona Lushaku Sadriu nuk është e pranishme, e ftoj që të vi në seancë. Kujtim Gashi nuk është i pranishëm, e ftoj që të vi në këtë seancë. Në seancë. Lazar Adulovic nuk është i pranishëm, e ftoj që të vi në seancë. Më falni, lutem. Ndjes. Edhe një herë. Lazar Adulovic është i pranishëm. Faleminderit që e përgjigj ftesës. Liliana Stefanovic nuk është e pranishme, e ftoj që të vi në këtë seancë. Lumira Abdigjiku nuk është i pranishëm, e ftoj që të vi në këtë seancë. Lutfia Aziri nuk është i pranishëm, e ftoj që të vi në këtë seancë. Mërgim Lushtaku nuk është i pranishëm, e ftoj që të vi në këtë seancë. Milan Kostić nuk është i pranishëm, e ftoj që të vi në seancë. Miljana Nikolić nuk është e pranishme, e ftoj që të vi në seancë. Najt Hasani nuk është i pranishëm, e ftoj që të vi në seancë. Nemanja Bishevac nuk është i pranishëm, e ftoj që të vi në seancë. Përparim Gruda nuk është i pranishëm, e ftoj që të vi në këtë seancë. Uroj që është tash në Komision për Legjislacion, sepse është kryetari i komisionit. E kur ta mbaron tjetë të vi këtu. Ramush Haradinaj nuk është i pranishëm, e ftoj që të vi në seancë. Rahman Rama nuk është i pranishëm, e ftoj që të vi në seancë. Saleh Eshari nuk është i pranishëm, e ftoj që të vi në seancë. Slavko Simic nuk është i pranishëm, e ftoj që të vi në seancë. Sërgjan Popovic nuk është i pranishëm, e ftoj që të vi në seancë. Time Kadriaj nuk është i pranishëm, e ftoj që të vi në seancë. Uk Rugova nuk është i pranishëm, e ftoj që të vi në seancë. Uran Ismaili nuk është i pranishëm, e ftoj që të vi në seancë. Verica Ceranic nuk është e pranishme, e ftoj të vi në seancë. Beton Berisha në Komision për Legjislacion, në rregull. Vigan Qorolli po ashtu është këtu. Lora Qitaku nuk është e pranishme, e ftoj që të vi në seancë. Gjavit Haliti nuk është i pranishëm, e ftoj që të vi në seancë. Branislav Nikolić nuk është i pranishëm, e ftoj që të vi në seancë.
presim Komisionin për Legjislacion derisa të përfundojmë punën.
Vendin tuaj, uluni në vendet tuaja. E ftoj zëvendës kryetarin e Komisionit për Legjislacion, zotin Bigan Qorolli, para deputetëve. Faleminderit zonja kryetare e Kuvendit dhe një herazi ushtruese detyrës Presidentes Republikës Kosovës, i dashur kryeministër, kabinet qeveritar, të nderuar kolegë deputet, Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete Rregullore në Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër korrupsionit paraqet para Kuvendit të Republikës Kosovës raport për verifikimin e kushteve të kandidatëve të nominuar për President të Republikës së Kosovës. Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete Rregullore në Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër korrupsionit në pajtim me nenin 106, paragrafi 2 të rregullores Kuvendit dhe në pajtim me vendimin e mbledhjes plenare të mbajtur më 27 prill, shqyrtoi dokumentacionin e kandidatëve të nominuar për President të Republikës Kosovës, zonja Feride Rushiti dhe zonja Hatixhe Hoxha në lidhje me plotësimin e kushteve të parapara me dispozitat e Kushtetutës Republikës Kosovës dhe me ligjin për Presidentin e Republikës Kosovës për të zgjedhur President të Republikës së Kosovës. Komisioni pas shqyrtimit të dokumentacionit të prezantuar, konstaton unanimisht që kandidatët e nominuar për President të Republikës Kosovës, zonja Feride Rushiti dhe zonja Hatixhe Hoxha i plotësojnë kushtet e parapara me dispozitat e Kushtetutës dhe të ligjit për Presidentin e Republikës Kosovës, prandaj mund të procedohet zonja kryetare me votimin e kandidatëve të nominuar për President të Republikës Kosovës. Ju faleminderit. Faleminderit i nderuar zëvendës kryetar Qorolli. Edhe njëherë e ftoj opozitën që të jenë të pranishëm në këtë seancë, sipas obligimeve të tyre kushtetuese. Lejoni që të adresoj procedurën për zgjedhjen e Presidentit të Republikës së Kosovës, sipas nenit 86 Kushtetutës së Kosovës dhe nenit 106 të rregullores së Kuvendit, Presidenti i Republikës së Kosovës zgjidhet me votim të fshehtë. Tani administrata e Kuvendit ka adresuar këtë proces. Për zgjedhjen e Presidentit të Republikës së Kosovës gjatë 3 votimeve duhet të ketë më së paku 2 kandidat, edhe ky kusht plotësohet. Për zgjedhjen e Presidentit të Republikës së Kosovës në votimin e parë dhe dytë kërkohen 2/3, ndërsa pra të paktën 80 vota për, ndërsa në votimin e tretë Presidenti i Republikës së Kosovës zgjedhet me shumicën e votave të gjithë deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës, të paktën 61 vota për. Nëse në votimin e tretë asnjëri kandidat nuk i merr votat e nevojshme, të paktën 61 për, shpërndahet Kuvendi dhe shpallen zgjedhjet e reja, të cilat duhet të mbahen brenda 45 ditësh. Tani vazhdojmë me formimin e Komisionit Zgjedhor për zgjedhjen e Presidentit të Republikës së Kosovës, i përbërë nga një deputet prej secilit grup parlamentar. Ftoj zonjën Agafci për të bërë propozimin. Urno zonjën Agafci. Faleminderit kryetare, propozoj deputetin Salih Zyba. Faleminderit nga grupi multietnik. Faleminderit kryetare, për komision propozojmë prap Ergyl Mazdrek, si ja ka marrë dorën këtyre komisioneve, edhe herën e kaluar kena shqyrtu mundësinë që me propozu si antar të përhershëm të komisione, po faleminderit. Faleminderit. Luz deputetët dhe regjin që të bëhen gati për votim. Votojmë tash. Regjia. Gjashtë 4 deputet ka votuar për, asnjë kundër, asnjë abstenim. Konstatoj se Kuvendi emëroi 2 antarë të Komisionit Zgjedhor për zgjedhjen e Presidentit të Republikës së Kosovës. Në vazhdim ftohen deputetët sipas listës që të marrin pjesë në procedurën për votimin për zgjedhjen e Presidentit. Komisioni, ju lutem që t'i zini vendet.
Në ndërkohë po presim që opozitat na bashkohet. Kurdo që ata të vinë, mund ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre, përsa kohë procesi i votimit është i hapur. Atëherë po vazhdojmë. Adelina Grainca, Adelina Thaqimeta, Adem Hoxha, Adnan Rustemi, Adriana Matoshi, Afrodita Hajrizi, Agim Bahtiri, Alban Bajrami, Albana Bytyqi, Albina Reshitaj, Albulena Agjiu, Anton Quni, Arben Mustafa, Arbër Rexhaj. Arbër Rexhaj, Arbresh Kryezi Hyseni, Arbrena Gafci, Arnore Saliu, Ardian Goli, Arjan Tahiri, Ariana Musliu Shoshi, Arieta Rexhepi, Arieta Feza,
Zemaj, Armend Zemaj, Arsem Ademi, Artan Abrashi, Artan Aslani, Artan Behrami, Abdullah Hoti, Abdullah Klinaku. Avni Dehari, Barin Shabani, Bayram Avrici, Bedri Hamza, Bek Berisha, Besa Kabashi Ramaj, Besjan Mustafa, Besnik Tahiri, Blerim Gashi, Bleta Deliu Kodra, Bilbil Sokoli, Daud Haradinaj, Doarsa Kica Gjeliri, Drita Pajaziti, Dreton Hyseni, Duda Balje, Edona Laloshi, Egzon Azemi, Eyup Ahmeti, Elmire Qica, Eman Rahmani, Emilia Rëgjepi, Enver Dugoli, Enver Haliti, Enver Hoxhaj, Ergul Mazrek, Ermal Sadiku, Erjan Galushi.